Dua të them që ky sukses është I mundur për shkak të mbështetjes së fortë të qytetarëve shqiptar dhe fal udhëheqjes suaj të fortë. Procesi I zgjerimit, në të vërtetë, ne mblidhemi këtu sa herë që flasim për kapitujt, për piketat, për grup kapitujt, për çelje mbylle, por gjithçka çfarë bëjmë, e bëjmë për njerëzit. Dhe kjo mbështetje kaq e lartë në vendin tuaj është udhëheqja më mirë që mund të ketë vendi. Shqipëria po shfrytëzon këtë moment historik ku zgjerimi është edhe një herë përparësi e Bashkimit Evropian dhe nëse dikush e kupton që kjo dritare, kjo derë mundësie nuk do të jetë, pra nëse dikush e kupton që kjo derë dritare mundësie nuk mund të jetë e hapur gjithmonë, ky është vendi juaj dhe duke kuptuar këtë ju mund të jeni të suksesshëm. Kur flasim për datën, ju thash që mbështesim vizionin e qeverisë së Shqipërisë për të mbyllur negociata deri në fund të 2027 dhe pastaj do t'i ngjitem korabit së bashku me kryeministrin. Kjo është e vetmja piket shtesë mbyllëse që kam pasur sot dhe shpresoj Marilena që edhe ti mund ta mbështesësh të mund të bëjmë një kompromis, mund të t'i ngjitemi kullës Eiffel kur Franca thot po, mirë se erdhët në klub. Do të jetë më e vështirë se korabi.